Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar problematika serioze në sistemin e kontrollit dhe monitorimit të barnave në vend, duke ngritur shqetësime për sigurinë e produkteve farmaceutike që qarkullojnë në treg. Barna të pakontrolluara, cilësi e dobët dhe mungesë transparence për çmimet janë disa prej shkeljeve më të mëdha të konstatuara gjatë auditimit të performancës për vitin 2024. Gjatë mbledhjes së nën komisionit për auditimin e sektorit publik, drejtoresha e Departamentit të Performancës pranë KLSH-s, Arminda Bushi, theksoi se shqetësuese mbetet edhe situata e barnave të rimbursueshme, ku janë konstatuar deklarime të pasakta të inventarëve, si dhe mospërputhje mes të dhënave të raportuara në sistem dhe gjendjes reale nëpër depo dhe farmaci. Në Shqipëri, me ndryshimet ligjore të vitit 2014 që synonin uljen e kostave spitalore dhe rritjen e përfituesve, përmes zëvendësimit të emrave tregtar me barna gjenerik, u lejuan të futen në tregun shqiptar barna që nuk janë prodhuar sipas standardeve të BE-s. Në vitin 2023 rezulton një rritje konsiderueshme e importeve, prej 837 ton barna farmaceutike, çka mund të përbëjë risk për importim të barnave nën standard për shkak të praktikave të dobta të prodhimit dhe kontrollit cilësisë në prodhimin e barnave origjinale. Në anën tjetër, një ndër hallkat më të rëndësishme të këtij procesi, laboratori i kontrollit të barnave, sipas raportit, nuk ka funksionuar me kapacitetin e nevojshëm dhe për një periudhë nuk ka qenë i akredituar. Kjo ka ndikuar drejt për drejt tek mungesa e verifikimit të sigurisë dhe cilësia e barnave që hidhen në treg. Numri autorizimeve apo i riautorizimeve të tregtimit të barnave që qarkullojnë në vendin tonë është shumë i lartë në krahasim me analizimin laboratorik të barnave që janë importuar ose prodhuar në vend, kur nuk janë kryer pothuajse as gjysma e analizave. Kjo tregon një hendek të madh ndërmjet numrit të barnave që autorizohen për qarkullim dhe numrit të mostrave që analizohen realisht. Laboratori nuk ka qenë i akredituar dhe i përditësuar me metodikat më të fundit farmakopeale europiane. Kontrolli i lartë i shtetit bën përgjegjëse Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, si edhe Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për mungesën e bashkëpunimit institucional, të cilët kanë ndikuar për mosfunksionimin efektiv të sistemit të kontrollit farmaceutik në vend.